Martesat e hershme është një temë, apo të them një çështje e cila është në diskutim në shumë vende të botës, edhe në vendet më të zhvilluara se ne në çdo aspekt, edhe në ato më të pazhvilluara se sa Kosova. Është çështje në diskutim nga shoqëritë, për shkak se sipas raporteve dhe sipas medjeve është problematik globale dhe që natyrisht edhe Kosova mbetet e prekur nga kjo që unë i them veçori. Sipas ligjeve në shumë shtete të botës, personat nën 18 vjeç mund të martohen, kështu është edhe në Kosovë, sepse ligji në Kosovë lejon të martohen të rinjt që janë mbi moshën 16 vjeçare. Por ka raste të martesave, natyrisht pa kurorëzim zyrtar, edhe të miturve nën 16 vjeç, që është akoma më shqetësuese. Për këtë çështje, do të mundohemi të diskutojmë, ndoshta të japim ndonjë përgjigje që mund të ndihmojë sidoqoftë në një diskutim global, me sociologun që kam në studio, është zoti Burim Jonuzi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Mirësevgjë. Kam arritur të nxjerr disa informacione që vijnë nga vende të ndryshme të botës dhe Kosova mund të renditet pa hiç të lashe në rangun e Irakut, Xhamaikës, Uruguajt, që lejojnë të martohen fëmijët të themi, të miturit në 16 vjeç, me miratimin e prindërve, pra që janë mbi 16 vjeç. 38 shtete tjera ka minimumin e moshave të caktuar për meshkujt dhe femrat që mund të martohen. Kosova është në 6 dhe kjo është rregulluar me ligj, sipas ligjit për familjen. Si e vlerësoni ju, si e shihni ju? Po, fillimisht do të thotë për këtë konstatim që sapo e potencuar, është një realitet global. Ky fenomen është fenomen global. Realisht pa hyrë do të thotë specifikim kësaj pjese, fillimisht është e natyrës do të thotë që të shpjegojmë se çka është martesa e hershme. Shpeshherë martesa e hershme quhet edhe martesa fëmijërore, do të thotë në konceptet ose në literaturën që kemi sociologjike. Martesa e hershme nënkupton do të thotë bashkimin e dy individëve, dy persona, gjinive të kundërta, do të thotë me miratimin e tyre, por nga të cilët njëri nga ta është nën moshën 18 vjeçare. Konkretisht edhe mund të jenë edhe dytë nën moshën e përcaktuar do të thotë për martesë, që konsiderohet martesë e hershme. Jo e potencu do të thotë se nuk është i vetmi rasti i Kosovës që ballafaqohet me një fenomen të tillë social, është fenomen global, është fenomen i cili ka ndodhur realisht do të thotë në shoqëritë e mëhershme, në shekujt e mëhershme, mirë po ne si sociolog kryesisht e bëjmë një lloj komparacion historik se si ka qenë dhe si është. Këtë komparacion e ndalim do të thotë në shekullin 20 dhe 21. Trendi i martesave të hershme, konkretisht nën moshën 18 vjeçare, ka qenë prezent edhe gjatë kohës do të thotë të shekullit 20. Këtë trend ka filluar do të thotë të bie në shekullin 21. Pse ka ndodhur këto dhe pse ndodhin ende? Realisht në shekullin 20 kemi pas një shoqëri të organizuar në formën tradicionale më tepër dhe këto martese janë bërë kryekuput me ligje ose rregulla të brendshme familjare, me zakone tyre e kështu me radhë. Ndërsa në shekullin 21, këto martesa përsëri janë të ndonë se me numër pak më të vogël do të thotë se sa në shekullin 20. Mirë po, është një fenomen, është një karakteristikë interesante pse po lejohen ende sot të ndodhen, përderisa i dim do të thotë faktor shtës, tërhec dhe pasojat që mund t'i kenë. Pse mendoni ju se ende lejohen? Po realisht po kthehemi në rastin, po e lokalizojmë problemin do të thotë, fenomenin, po kthehemi në Kosovë. Sa i përket legjislacionit në fuqi, një gjë të tillë e lejon në moshën 18 vjeçare do të thotë me aprovu, me miratu një martesë, ndonse është martesë do të thotë e hershme. Ekzistojnë akte ligjore, ekziston kushtetuta e Kosovës, ekzistojnë të gjitha normat ndërkombëtare, të cilat janë inkorporuar në ligjet vendore, të cilat e lejojnë në farë forme edhe këtë martesë të hershme. Kësaj, po duhet të dalë aty se martesa e hershme e potencuar që është do të thotë nën moshën 18 vjeçare. Pse lejohet? Sipas ligjit në fuqinë e Republikën e Kosovës, realisht për të qenë ose për të lidhur një martesë të hershme duhet një pëlqim fillimisht i prindërve,
mandej do të thotë edhe pëlqemi institucional, mjekësor, me një vendim gjykatës, është një procedurë edhe aty do të thotë, edhe në martesat e hershme. Mirë, po ky si fenomen, pa dashur do të thotë të zgjatëm, me la hapësirë për bisedën e më vonshme, ky si fenomen ka qenë prezent në kaluarën dhe është prezent ende aktual në shoqërinë bashkëkohore në cilën po jetojmë. Pra, praktikisht në aspektin e profesionit tuaj, e cilësoni që jetë në rregull që të krijojnë familje të miturit mbi 16 vjeç për ashko sa mosha 18 vjeçare llogaritet të jetë mosha pjekurisë e individit? Po, po përgjigjëm do të thotë sipas studimeve, se ne sociologët zakonisht kur përgjigjemi kemi dëshirë do të thotë të afrojmë fakte, argumente, do të thotë shifra. Kjo është esenca e studimit sociologjik, fenomenit. Edhe në këtë kontekst, po thamë që duke pas parasysh që shumë teoretician do të studiues të lemisë së shkencave sociale, veçanërisht sociologjisë, psikologjisë e kështu me radhë, e kanë studiu thellësisht problemin ose fenomenin martesës të hershme dhe kanë dalë një konkludim se martesat e hershme në moshën 18 vjeçare nuk janë të shëndosha qoftë për individin fillimisht do të thotë që realizon një akt tillë institucional familjar, martesën, qoftë për shoqërinë në përgjithësi. Arsyet janë, nëse pyetëm për arsyet janë të shumta. Unë shpesh e marr si shembull do të thotë se individi kalon nëpër 3 faza. Faza e fëmijërisë, që është deri në moshën 18 vjeçare, faza e pjekurisë që është mbi 18 vjeçaren dhe mandej faza do të thotë e pleqërisë. Po tash nëse kthehemi parimin logjik apo perceptimit të fenomeni, nëse një i mitër ose një i ri deri në moshën 18 vjeçare, veç që ka ndërmarrë këtë hap, do të thotë është kurorëzuar me martesën e hershme, ai nuk e ka përfunduar fazën e parë të jetesës si fëmijë. Nuk ka përfunduar fazën e socializimit si fëmijë dhe definitivisht ka lënë drejt për drejt në fazën e dytë. Ku? Edhe këto është një shpjegim tjetër sociologjik, se nëse kalohet nga një fazë në fazën tjetër, pa u socializuar dhe pa e përfunduar atë fazë, për dispozitat për më rikthy përsëri në fazën ku ke qenë, janë shumë të larta. A e shihni si është problemi do të thotë. Atë nëse është kështu, pse ligjet në shumë vende të botës, duke përfshirë, unë i përmenda Irakun, Jamaikën, Uruguajin, por është edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që e lejon? Po ndalina tek kjo pyetje me faktorët cilët e shtyn individin në këtë rast të kryejnë një akt institucional martesës së hershme. Ku kemi faktorë shtës dhe tërhec, apo kemi gjithashtu dhe pasojët. Disa ndër faktorë shtës janë për shembull se personi qoftë i gjinisë femërore apo mashkullore ka qenë izoluar brenda familjes, apo nuk ka arrit do të depërtojë në një arsimim të mesëm, se po bëhet fjalë për moshën e caktuar, mandej injorimi nga shoqëria e probleme të tjera, ndërsa faktor tërhec kanë qenë se të dalim nga izolimi, një ndër ta është dalja nga izolimi, apo tjetër është aja pritja e tij apo e saj se me ndrimin e statutit nga i e pa martuar në atë martuar, do të ndryshojnë edhe gjërat pozitive për të. Ndërsa si pasojë, pasojat mund të jenë shumë të larta, po bëhet fjalë për një moshë do të thotë e cila definitivisht është shumë e ndjeshme, për cilës pritet shumë në shkollë e avancimit arsimor e tjera, dhe ky apo aja në këtë moshë me rastin e martesës së hershme, po e kufizon vetveten ose po ja humb vetit drejtën, qoftë e tij apo e saj, për arsimim e tjera, për arritje tjera do të thotë individuale e kështu me radhë. Tjetër si pasojë është, do të thotë se duke i pas pritje që nga një ambient, kalimi në ambientin tjetër, do të ndryshoj pozitivisht, shpeshherë në raste të tilla ndodh e kundërta dhe mbesin si raste të mbyllura brenda familjes. Dhe shpeshherë me që është do të thotë e potencuar më tepër të gjinia femërore, rastet e martesës së hershme, shpeshherë gjinia femërore do të thotë e merr atë rolin e krye familjarës ose të anvisës në përgjithësi.
Kjo është. Ndërsa sa i përket pyetjes konkrete, pse është e lejuar do të thotë mosha 16-18 vjet me kusht, është fjala, sepse në vendet që jo i potencuat, në botës perëndimore, ka legjislatura të tilla, do të thotë ekzistojnë ligje, norma shoqërore, ligjore të cilat e rregullojnë këtë çështje. Pothuajse është e njëjtë sikur në Kosovë. Doan ato procedura të mirë, do të thotë një vërtetim që i plotëso kriteret ai apo ai i plotëso kriteret do të thotë shëndetësore, socializuese, e ka drejtën ose ka do të thotë afirmimin për me organizu në jetë familjare, kështu me radhë, ato ekzistojnë në vende tjera. Mirë, po ne si sociolog këtë e shohim si problem. Jo vetëm në Kosovë, mirë po në vende tjera. Pse? Problem që sjell? Po, problem që sjell do të thotë ato kufizimet që sapo i potencoa. Shkolla arsimimit, shpesh herë do të thotë në shumicën e raste, jo gjithë herë. Janë vajzat, sikur e the, ato që vuajnë më shumë ti këtë. Pikërisht, janë vajzat, pikërisht. Tash nëse bëjmë një komparacion me që po e lokalizojmë temën në rastin e Kosovës, që nga shekulli 20 deri te shekulli 21, kryesisht kanë qenë gjinia femërore e cila ka psuar më tepër nga martesë të hershme. Kjo është evidente. Automatikisht vije pyetja, thuash, nëse vajzat, domethënë ende të paformuara si personalitet, martohen as të reja, mos është këtu në pyetje edhe imponimi i familjes, i prindërve ose i rrethit. Sepse kjo kryesisht nuk ndodh në familje të cilat janë më të arsimuara. Nuk do në mend, sepse jemi një shoqëri në kuptimin asaj shtetë formuese e re, apo, edhe nuk ka shumë që kemi kalu nga një tranzicion i tipit tradicional në tranzicionin që jemi të përjetu modern. Madje ka sociolog shumë, si që është Emil Durkheimi, që potencon do të thotë solidaritetin, kalimin nga solidaritetin mekanik në atë organik. Pse po e tham këtë? E tham këtë sepse normë shoqërore në shekullin 20 ka qenë pothuajse në shumicën e raste kanuni lek Dugaxhinit. Dhe tradita familjare, fisnore, që vajzat të martohen në moshën e hershme. Madje, ka dhe konstatime, do të thotë që kemi gjetë në shpletime sipërt, që në shekullin 20, femrat që nuk jenë martu, do të thotë deri në moshën 20 vjeçare, ato jenë konsideruar me atë fjalën popullore të moshme. Ndërsa djemt, cilët në fakt deri në moshën 18 vjeçare, ndërsa djemt të cilët e kanë kalu moshën 25 vjeçare janë konsideruar si të moshuar. Ky ka qenë deshëm apo s'deshëm, ky ka qenë mentaliteti tradicional i shekullit 20 në shoqërinë kosovare. Dhe sot jetojmë në një epokë tjetër. Ndërsa sot kalimi nga mentaliteti në këtë aspekt do të thotë tradicional në mentalitetin modern ka mundësuar që këtë dukuri të ketë zbehje, të ketë do të thotë shifrat sot tregojnë se rastit ma herët do të thotë kanë qenë shumë më të larta, sot kemi ramje të martesave të hershme. Dhe kryekput kanë ndiku do të thotë shkalla e arsimimit në shoqëri, ose mundësia që në Po megjithatë ende janë prezente. Megjithatë ende janë prezente, madje ka shifra do të thotë nga Agjencia e Statistikat Kosovës që tregojnë për fenomenin në fjalë, mirë po e cila e ka një farloj moshe që e ma do të thotë këtë fenomen, pe moshes 15 deri në 19 vjeçare sa janë martu. Po thoj se çdo vit kemi mbi 200 martesa që bahen në këtë moshë. E nuk e definon do të thotë a kanë qenë 17 apo 16. Mirë po vetëm është si kuota aty që mirë do të thotë statistika nivel përgjithshëm në Kosovë. Ky fenomen mos mbes bosh është më tepër i shfaqur tek komuniteti raj në Kosovë. Po. Megjithatë para disa javën e kaluar në fakt kam pasur mundësi të flas për një iniciativë, një kampanjë vlerëson barabartë që i kushtohet komunitetit Ramashkali egjiptian, e që kanë thënë se
ekziston akoma kjo, por shifrat kanë rënë. Kanë rënë. Që është gjë e mirë, por pastaj komuniteti shumicë në Kosovë, shqiptarët, nuk është gjë e panjohur martesat e hershme, edhe në këtë kohë. Është interesant se një komparacion, një krahasim, do të thotë që e kanë bërë nga shekulli 20-21, po në këtë për arsye se është një pasqyrim faktik i gjendjes, ka dalë se shumë më tepër do të thotë ka pas kurorëzime me moshën do të thotë 9-18 vjeçare, martesa në moshën 9-18 vjeçare në shekullin 21, ndërsa ato janë zvoglu në shekullin 21. 20, ndërsa ato janë zvoglu në shekullin 21. Ndërsa shumë më pak ka pas shkurorëzime në shekullin 20 se sa në shekullin 21. Kjo është edhe pyetja radhës, sa zgjat një martesë e hershme. Përpos nëse njëri duhet të sakrifikojë vetveten për të qenë në dispozicion të partnerit. Fillimisht është interesant do të thotë me dhonë përgjigjen në këtë kontekst, sepse potoj se 7 nga një mashkull martohen do të thotë në moshën e re, që do të thotë 7 femra një mashkull. Tash pasqyra do të thotë statistika të Kosovës. Dhe tash ka është më rëndësi. Rastet e tilla të meshkujve të cilët krijojnë marrëdhënie martesore zyrtarizume në moshën 18 vjeçare është i rrallë, ku do të thotë se ekzistojnë diferenca mes moshës. Dhe tash natyrisht që nëse krijohet një martesë e hershme, problemet potencova që problemet do të jenë evidente, sepse kalimi nga ajo faza e fëmijërisë në fazën e pjekurisë, pa u socializuar për fazën paraprake, ajo do të shkaktoj drejt për drejt probleme në jetën martesore, bashkëshortore. Dhe si pasojë e kësaj, shpeshherë qeftë do të thotë që martohen në moshën e hershme, martesën e hershme, që zyrtarizojnë, ata kanë predispozita më të larta që të shkurorëzohen brenda vitit parë, dytë të martesës së tyre. Për shkak të mos njohjes se institucionet martesës, rreth obligimeve, rreth funksionimeve, se si do të organizuar jeta bashkëshortore, konkretisht martesa, institucion martesë. Po megjithatë është një tjetër problematik e cila nuk është se thuhet theksohet vjet në pas shumë shpesh. Martesat tradicionale ndodhin gjithkund në Kosovë, dhe këtu jo vetëm në, sikur se thuhet shumë shpesh në rajonet rurale, por edhe në familje shumë të përparuara në aspektin arsimor. Përfundohet spari martesa tradicionale dhe tek më vonë, ndoshta një vit a dy, kur tjetë nevoja praktike kryen kurorëzimin zyrtarisht. është interesant sepse ende është sfidë të cilën nuk kemi mundur me kalu nga mentalitetit tradicional në këtë kontekst, me mentalitetin cilën po jetojmë, realisht. Shumica e organizimeve, përfundimeve të aktit apo të institucionit martesës nuk zyrtarizohen me njëherë. Dhe ato mbesin si raste të mbyllura. Për neve do të të cilë kërkojmë statistika studimore. Madje... Dhe këtu ke dyshime automatikisht që është martuar ndoshta 16, ndoshta 9-16 vjeç, por që është kurorëzu kur e kam mbush moshën. Kjo është fakt evident. Madje, të dhona statistikore paraqisin problem në entin e statistika të Kosovës. Sepse nuk kemi një pasqyrim të drejtë. Dhe unë çdoherë baj përpjekje do të thotë që të nxis identifikimin e rastet të tilla, sepse këto mbesin raste të izoluara. Deri në momentin, si që potencuat të jo, do të thotë, deri në atë momentin kur ata ose mbushin atë moshën, pjekurisë, dhe atëherë e legalizojnë, legjitimojnë martesën e tyre, ose bjen ndonjë çështje e brendshme familjare e tyre, kur ata janë detyruar në farë formë ose tjetër që të bëjnë legjitimimin e martesës së tyre. Kjo po thoj se është shumë e shfaqur, ky fenomen po thoj se është i shfaqur shumë në Kosovë, si në viset rurale ashtu në ato urbane, ku shumica prej tyre do të thotë ende ekzistojnë në mentalitetin e tillë, ose pak i kushtojnë rëndësi, që me rastin e martesës si shenjë tradicionale, të përfundojnë edhe aktin zyrtar të martesës së tyre. E që për shoqërinë e përgjithësi, e veçanërisht për institucionet shtetërore, paraqet një problem evident. E qartë.
Nuk dua të flas për martesat nën 16 vjeç, sepse edhe kjo është realitet që mund të dëgjojmë ndonjëherë. Po shpresoj që nuk ka shumë raste të tilla. Sidoqë që tjetë, dua të dalim te çështja se kush humb në raste të tilla. Çfarë humbet i tham? A është vetëm humbje vetë individit, se individit në fundin mund të thotë unë e kam zgjedhur kështu dhe s'keni pse përziheni, por a humb shoqëria në këto raste? E paguan pasojat edhe shoqëria? Realisht tash me që kemi të bëjmë me një temë të ndjeshme, kur e drejta personale do të vijen shqyrtim publik, individi e ka drejtën të zgjedhë për fatin e tij se si ai dëshiron të jetojë, me kanë dëshiron të jetojë, kështu me radhë. Mirë, po kur të vjen pyetja tek martesat e hershme, ajo kalon përtej individuales. Sepse atëherë kalon drejt për drejt nëse ka pasoja që në cilat i potencum, atëherë kalon në pasoja shoqërore, në pasoja shtetërore, kur thirren edhe mekanizmat institucional të veprojnë në rastet e tilla, i potencojmë edhe rastet pasojat e tyre. Madje shpesh herë do të thotë individ të cilët krijojnë një lidhje të tillë martësore të hershme, shpesh herë do të thotë ballafaqohen me probleme të drejtë për drejta, të brendshme të tyre, mirë po në të cilat problemet të tyre përfshihen edhe dy institucione tjera, institucione familjare, të dy palë në këtë rast. Dhe atëherë problemi vazhdimisht zgjerohet. Dhe si i tillë, ai shkakton probleme edhe për shoqërinë, edhe për institucionet. Sepse për individin mos flasim, ai vetëm e ka kuptuar atë, edhe pse e potencum që është një akt cili lejohet me ligjet e Kosovës, mirë po i cili ka pasoja të rënda nëse një martesë e hershme nuk ecë, ku shpesh herë statistikat tregojnë që ato nuk ecin bare mirë. Absolutisht. Çfarë duhet bërë? Kush duhet bëj diçka që të jap mësim se nuk është zgjidhja e mirë martesa e hershme? Unë mendoj në këtë rast që ndoshta prindërit e vajzës duhet janë ata më të informuarit për këtë çështje. Unë fillimisht ndoshta me bën një komparacion, krahasim mes vendeve rurale dhe urbane, mirë po si fenomen është i shfaqur në të dy vendet. Mirë, në vendet rurale shkolla e arsimimit është pak më e ulët dhe mundësia për socializim të mirëfillt ajo shkon paralelisht me shkollën e arsimimit, që do të thotë është e ulët, ndërsa në vendet urbane shkolla e arsimimit apo arsimimi ma cilësor është shumë ma evident, ndërsa shkolla e socializimit shkon në proporcion me shkollën e arsimimit, ku gjasat janë shumë ma të lartë, do të thotë që të ketë një socializim të mirëfillt brenda shoqërisë. Tash në këtë kontekst, kur jo rastisht e potencova këtë, sepse shkolla arsimimi është një agjencë i socializimit tepër e rëndësishëm për individin. Familja është një agjencë i socializimit shumë e rëndësishëm për individin. Janë mediat, sot kemi madje edhe rrjetet informative, cilat nëse ne si individ dëshirojmë të marrim një informacion të kapshëm, të arsyeshëm, qasi kemi ku të dojmë, vetëm atë dëshirojmë. E mbi të gjitha, unë e kisha rekomandu me plot kuptimin e fjalës që familja dhe vetëm familja mund të heqë atë perdën e tradicionales dhe të vazhdoj me krahas rregulla të modernës, të vendimeve ligjore apo e jo të atyre tradicionale. Në këtë kontekst, unë e shoh si problematik çështjen e socializimit të individit brenda këtyre familjeve, kur anëtarët e tyre të ri tentojnë të kryejnë do të thotë institucion martesë së hershëm, ku prind pa komunikojnë do të thotë me fëmijët e tyre, e që do të ishte e kundërta, prind do dohej vazhdimisht do të thotë të bashkëbisedojnë me fëmijët e tyre, të tregojnë anë të pozitive dhe negative se çka nesër, apo ku dëshirojnë të arrijmë, dhe me plot kuptimin e fjalës e them atë se me vedisu, me socializu individin se çka dëshiron në të ardhmen, ku dëshiron të dalë. Kjo është ajo përgjigje sa i përket kësaj çështje. Mandej, shoh dhe institucionet shoqërore si mekanizma do të të rëndësishme në këtë çështje, që të
kanë mundësi të ndërmarrin veprime konkrete sa i përket parandalimit të martesave të hershme në shoqërinë kosovare në përgjithësi. Ekzistojnë mekanizma të ndryshëm. Përpas institucionit shkollor, ku edhe aty mund do të thotë edhe ka realisht, ka lanë cilat pak a shumë prekin edhe familjen dhe institucionin martesës dhe kështu me radhë. Mirë për cilat po e shohim që nuk po mjaftojnë apo, dhe çka atëherë neve na duhet një strategji, kështu thonë lirisht, një strategji e mirë përshkruar me rregulla detajzuar, e cila gjithashtu duhet të mirë interpretohet tek familjet tona, qoftë përmes arsimimit, qoftë përmes media, apo elektronike të shtypëra, apo rrjete tjera informative përmes formës elektronike apo internetit. Është temë që vazhdon, është temë që do të trajtohet përsëri, por besoj që sidomos përgjigjja juaj e fundit është një dhe në kohë dhe një mesazh për shumë kë që mund të përballet në çfarëdo lloj forme me këtë sfidë dhe këtu të përshëndes të falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve, faleminderit për ftesën, gjithat mirat.